Unë kam qenë një nga njerëzit e parë që kam kundërshtuar mini Schengenin ballkanik dhe kam marrë aksion konkret në terren. Kam organizuar 17 tryeza diskutimi në të gjithë Shqipërinë, Kosovë dhe Maqedoni dhe kur erdhi Vučići këtu me 21 dhjetor 2019. Unë kam qenë duke shërbyer në Bupq sepse ra tërmeti atëherë, kam ne 90 ditë në Bupq, në një qendër vullnetare ku i kam shërbyer qytetarëve atje. Ndërkohë erdhi Vučići. Dhe unë doja të organizoj protestë. Kemi pas atëherë disa debate me këtë lëvizjen vetvendosje në Tiranë, ka qenë aktive atëherë. Ata më thonin ler protestën, hajde ta bëjmë bashkë etj etj. I thash hajde ju te protesta jon, sepse ne në fakt nuk e kishim me vizitë në Vučićin në Shqipëri. Ne e kishim që ishim kundër mini Schengenit ballkanik, që për ne nuk ishte gjë tjetër veç se një Jugosllavi e re. Ishte Konfederata Ballkanike e Titos. Patjetër. Dhe u zgjodh 21 dhjetori se ishte ditëlindja Stalinit që erdhi Vučići në Shqipëri. Simbolika, këta janë komunistët janë me simbolika. Po gjithmonë më zotni. Dhe arritëm për me bë protestën, Majmen Vučići kishte marrë foton time, e kishte hedhur në Instagram, dhe shumë e famshme, dhe thonte ky është ekstremisti Albin Kurtit, por mos kisha lidhje me Albin Kurtin fare. Isha tjetër gjë. Je kundër komplet. Sa të njohun ty të shëndsi ka, po thjesht bonin diversione gjë stafi vet, nuk e di kush ose se ka hedh Vučići, normalisht Instagramin e përdor dikush tjetër. Shqiptar më sa. Po, patjetër, pra prandaj po them. Kujtohet atëherë, domethënë kjo protesta që ka qenë protestë shumë e rëndësishme, se vetë Kosova ishte kundër mini Schengenit. Po, normal. Për të përshëndetur gjithë faktorët politik i Kosovës, në blok. Shumë e rëndësishme. Një nga rritjet kryesore është ardhja 3 herë e Vučićit. Një nga rritjet e tjera të Edi Ramës është që në kohën e Edi Ramës në pushtet, Kosova nuk u ka nga asnjë shtet i ri. Më keq akoma është çnjoh nga shtete që deri dje e njihnin. Që 10 vende tjera. Ti njohim një merit tjetër, doja merit.